Në drejtimin e ministrit të financave zotit Petrit Malaj u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Tatimor me fokus tek rrisit e propozimet që përmban paketa fiskale për vitin 2026. Në takim morën pjesë përfaqësues të komunitetit të biznesit, institucioneve ekonomike dhe shoqërisë civile. Ministri Malaj theksoi se konsultimi publik nuk është vetëm një detyrim ligjor, por një proces thelbësor për ndërtimin e një sistemi tatimor me të drejtë, më të qëndrueshëm dhe të harmonizuar me standardet e Bashkimit Evropian. Qëllimi kryesor është të përmirësohen politikat fiskale në mënyrë që të mbështetet zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, të formalizohet më tej ekonomia dhe të përmirësohet klima e të bërit biznes. Përfaqësuesit e biznesit paraqitën shqetësimet dhe propozimet e tyre, duke kërkuar një thjeshtim të procedurave tatimore, ulje të barrës fiskale për sektorët strategjik dhe një adresim më të mirë të informalitetit. Diskutimet do të vijojnë edhe në javët në vijim para finalizimit të projektligjit të paketës fiskale që do të miratohet për buxhetin e vitit 2026.